Punimet infrastrukturore që po zhvillohen në qytetin e Vlorës, veçanërisht në zonën e Lungomares dhe në disa akse të tjerë urban, kanë shkaktuar shqetësime të qytetarët për shkak të bllokimeve të përkohshme të rrugëve dhe mungesës së informacionit paraprak. Sipas sqarimeve të dhëna për Blu Televizion nga kryeinxhinieri i ujësjelljes kanalizimeve për zonën e Lungomares, Kendi Manaj, ndërhyrjet janë pjesë e një projekti madhor për përmirësimin e furnizimit me ujë të qytetit të Vlorës. Punimet po kryen nga firma azerbaxhanase Akelik, të financuara nga Banka Gjermane KFW dhe supervizohen nga një kompani austriake. Ndërmarrja e ujësjellësit është përfituese e projektit, por jo zbatuesja direkte. Sa i përket Lungomares, Manaj shpjegon se zona ka qenë e lidhur gabimisht me linjën e transmetimit të ujit, e cila shërben për sjelljen e ujit nga burime drejt depove. Sipas standardeve teknike, Lungomarja duhet të furnizohet nga rrjeti shpërndarës dhe për këtë arsye janë parashikuar ndërhyrje korrigjuese. Për të shmangur hapjen e gropave dhe dëmtimin e një zone me rëndësi të veçantë urbane dhe turistike, është përdorur teknologjia e mikrotunelimit, e cila lejon vendosjen e tubacioneve nën-toksor pa ndërhyrje të drejtë për drejta në sipërfaqe, duke reduktuar ndjeshëm impaktin vizual dhe funksional. Megjithatë, pavarësisht shpjegimeve teknike, qytetarët shprehin pakënaqësi për mungesën e transparencës dhe njoftimeve mbi afatet e punimeve. Raste problematike janë evidentuar dhe në zona të tjera të qytetit, si në rrugën Gjergjaranitasi dhe në Lungomare, ku gropat e hapura dhe dëmtimi i linjave elektrike kanë shkaktuar shqetësime për banorët. Së fundmi probleme janë konstatuar dhe në rrugën Zenel Gjoleka pranë rreth rrotullimit Omonjas, ku vendosja pa paralajmërim e barierave ka krijuar trafik dhe vështirësi për qarkullimin, përfshirë mjetet e emergjencës. Në këtë situatë, roli i Bashkisë së Vlorës mbetet thelbësor për mbikëqyrjen e punimeve, respektimin e afateve dhe komunikimin me qytetarët në mënyrë që investimet e rëndësishme infrastrukturore të mos kthehen në pengesë për jetën e përditshme të qytetit.